A je duke mbjellur patate për konzum apo fart patates? Ja, për moment jam të mbjell patate për far. Domthonë jam të mbjell elitën për far. Cilat varietete? Varietetin e agrisë kam edhe momentalisht jam të mbjell arsenal. Pse agria? Po agria është agri. Agria është fare vjetër, është far që është për konsum, për punim, për të tanat. Fara më e mirë. Fara më e mirë. Nuk është aq rendimentaciose si këto trejat, por nuk është si trejat, po është edhe për konsumim edhe për prodhim, po duhet të thonë për cilat janë kushtet e mbjelljes? Kushtet e mbjelljes këtë vet janë shumë të mira. Më mirë nuk kanë konku. Vitet të mërshme kanë mbjellur 40 hektar, 50 hektar ndërkaq si vjet i kam përafërsisht afër 70 hektar, edhe kon 68, 70. Ke rritur sipërfaqen? E kem rrit. Çka ka ndikuar në rritje të sipërfaqen? Po, unë kam do kontrata, i kam kontratë me pestovën. Për ndryshe edhe kam edhe me korallën, që s'kisha pas kontrata, nuk kisha pas mundësi me rrit. Do të thotë, është në pyetje Levërdia që ke rritur sipërfaqen. Normale, e dihet. Sa po ndikon edhe subvencionimi nga niveli qendror atje? Subvencionimi po ndikon shumë, me subvencionim po kaloj mirë, është pak problem për arsye të letrave, se nuk kanë letra njerëz. Fleta poseduese, po do të me pasur, ne ikon i punoj 110 hektari. Ke të lashën këtë drejtim? Kam të lashën këtë drejtim, nuk më imi qutën atë. I kam 25 hektar grunë, edhe 70, përafërsisht 70 me patate, nuk më imi botën a letra. Ke këto me qera, apo... Kerejt me qera, këto ka me pak kam, 7 hektarë dhe jetë. Mekanizim duhet bujqësor ke? Mekanizim kam. Fuqi punëtorët mjaftueshme? Po ka, si vjetë është më mirë se tjera vite. A ke zgjedhur problemin e depos? Jo, depos tem jo, nuk më kam pagu kur, me qenë se jam përfitus në 2014, krejt i kam nënshkrume, krejt më kanë urnu dhe me nëzirë lejen, më kanë dhonë edhe lejen komuna që i falendrëna, a parës më kanë qitë kur. Pse? Më kanë po kur. Parës të timi e vanu për leje, nuk e di. Niveli komunal apo niveli qendror? Nivelin qendror. Qendror. Dhe? Edhe kur gjë, arsyja sot nestra, kush të vjen që të vjen të unë, edhe ty duhet me ta pagu. Unë e pej 2014, jam me, do më onë qaj defektin më të madhë që i kam me qatë depo. Se më ka duhet me nisë për mes tyne, më ka duhet me marë normal, me marë kredite, hala jem kredit, shenri i depos. E këto këtu nuk vaditet tani pse është jo farë? Jo, po, kjo vaditet. Është dikon 600 metra e ka lartësine i bërletancit. Ka sipërfaqe këtu që nuk vaditen, kanë hall? Kanë, kjo pjesa kënena nuk ka, amo dej këtu, me qenë se largë është, pej këtujit, dej ku jeni dronë, ta jena për 600 metra, unë e vitin e kalu me ku mujit, po pej këtu e kënena, tash me shku mujt 600 metra është problem. Edhe sa ditët vazhdoni me mbjellet dej? Pa që merë koha kështu, unë e besoj që edhe dhe ti kry.